po edhe në Bosnë, për shkak se është bë një farë identifikimi i nacionit sërb, përkatësisht aty ku është kisha është Serbi, përkatësisht aty ku është kisha sërbe është edhe Serbi. Ne kemi për shembull një kishë sërbe në obor të Universitetit Prishtinës, i cili ka qenë simboli serbizimit. Automatikisht pastaj duke ja dhënë kishës këtë fuqi, kisha e ka marrën edhe rolin e saj politik, të rëndësishëm politik atë botë, cilën tashti e vazhdon edhe më tutje. Do të thotë ka qenë qysh atëherë një farë trinomi, Akademi e Shkencave dhe institucione shtetërore në Serbi, të cilat pastaj gjithmonë kanë funksionu me planet caktume, të cilët pastaj kanë kriju edhe kanë ndërtu edhe kanë ekzekutu planet të ekspandimit ashtu ta quajt Serbisë. Ne e dim për shembull rolin e kishës në luftë, në luftën edhe në Bosnë, po edhe në Kosovë. Andaj gjithmonë është shfrytzu dhe është pa kisha prej serbëve si diçka që nuk është vetëm religjioze, po e ndërlidhen automatikisht edhe me patriotizmin e tyre. Edhe automatikisht pastaj kisha historikisht e ka ndërtu atë farë rolin e saj, edhe më tutje, disi ja jep vetës një farë përgjegjësie që është pjesë e ruajtjes së identitetit sërb, kudo që është. Edhe tash po e shohim për shembull në Mitrovicu, përmend aty për shembull pse janë largu shqiptarët nga pjesa e Mitrovicës. Ne gjithë e dim që gjithmonë ka pasur pretendime që jo vetëm në kohën atë e mahershme, po edhe tash në kohën e re, gjithmonë ka pasur pretendime të kemë kufi natyror, për shkak se është ma e lehtë të ndërtohen ata kufi natyror, dhe aty e ka pa, apo ja ka qitën atë mollën e kuqe vetës Serbia pas humbjes në Kosovë. A do të vazhdoj kjo? Ta kemi parasysh edhe një fakt. Në qoftë se ne tani e shohim se si po funksionon geopolitika, deri më tani Serbia e ka pasur pjesëkyçe të politikës së saj të jashtme që Kosovën ta paraqes si një shtet të ri, me të cilin bashkësia ndërkombëtare, po edhe vetë ne kemi dështuar edhe faktikisht ta paraqes si një krijesë që të dështuar, apo një failed state. Si e bën ato? Natyrisht duke krijuar një farë destabilizim. Pasiguri të vazhdueshme. Jo, një destabilizim e para. Në mënyrë që të paraqitet pastaj si dështim i ndërtimit të shtetësisë dhe të shtetit. Çka ndodh pastaj në veri? Gjithmonë është e rëndësishme që shtetet mund ta menaxhojnë dhe ta qeverisin territorin e vet. Në momentin kur ti nuk e arrit ta qeverisësh një pjesë të territorit tënd, pavarësisht çfarë është, automatikisht në botë tregohet një farë paaftësie për ta menaxhuar shtetin tënd. Dhe kjo është gjithmonë qëllimi i Serbisë. Mirë po, ta menaxhosh shtetin, tash politikisht duhet ta kemi parasysh edhe një fakt, kur flasim për demokracinë të cilën e synon bota e civilizuar. Demokraci nuk është vetëm dalësh në zgjedhje edhe ti fitosh votat edhe ti pranosh rezultatin. Në botën e civilizuar nuk është vetëm ajo demokraci. Demokracia matet edhe me ato si i trajton pakicat, si i menaxhon ato. Kështu që friga ime është pse po krijohen këto për shembull, që ta paraqes veriun disi të rrezikuar. Gjithmonë dhe popullatën e serbe atje të rrezikuar, natyrisht që tashti është një taktik politike e Serbisë që ta shoh bota, apo të thot bota ka dalë se këto diçka është ka ndodhur. Dhe këtu kam frikën që ne mund të dështojmë pastaj. Shkodra, sa do të